Shikues të radio televizionit të UTA, ne u rikthyem në studio që ndrojmë në pjesën e dytë të emisionit të mëngjesit Ditë e Re, ku tashmë do të vijojmë me temën dhe të ftuarin e këtij mëngjesi. Do të flasim për një temë mjaft të bukur dhe interesante, për ulçinin edhe më gjërë. Dim që Global Women Club Diaspora, dim që është e shtrirur në të gjithë rrjetet botërore, por ne kemi nderin dhe kënaqësi për të ditur çfarë është kjo gjë dhe se si funksionon me më gjërë. Ne kemi nderin dhe kënaqësinë të kemi të ftuar drejtoreshën Nerajda Biçaku. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me neve. Është kënaqësi që t'ju kemi në emisionin e mëngjesit Ditë e Re këtu në studio. Mirëmëngjes dhe shumë faleminderit për ftesën. Mirë se erdhët edhe një herë. Na tregoni pak çfarë do të thotë Global Women Club Diaspora për të gjithë ato që janë duke na ndjekur. Atëherë, Global Women Club Diaspora është një organizatë e cila është themeluar për herë të parë në 2015 nga themeluesja e Global Women Clubit, Mirela Sula, në Londër. Qëllimi i Global Women Clubit në vetvete ka që të bëjë bashkë gra nga gjithë bota për t'i ndërlidhur, fuqizuar, zhvilluar dhe për të përfituar nga ky rrjetëzim i madh që Global Women Club ofron. Unë përfaqësoj Global Women Club Diaspora, e cila përfshin të gjithë trebat shqipfolse të grave në të gjithë Europën dhe në të gjithë botën. Klubi përfshin rreth 30-33 vende në të gjithë botën, që të cilat kanë të njëjtin qëllim dhe të njëjtin fokus për fuqizimin, rritjen dhe zhvillimin e gruas. Sikundër dhe ne që jemi duke u zgjeruar tashmë si fillim në gjithë Europën, sepse jo dhe në pjesën tjetër të botës. Si e shihni kohëve të fundit, si e shihni pozitën e gruas? Janë duke vazhduar, duke u rritur në mënyrën e biznesit, sepse edhe duke qëndruar patjetër edhe të pavarura në disa aspekte. Shiko, unë nis edhe nga aspekti personal. Unë kam mbi 10 vite që operoj në fushën e biznesit dhe shikoj që vitet e fundit gruaja ka ndërmarrë më shumë hapa dhe iniciativa për të qenë e pavarur ekonomikisht, për të investuar tek vetja, për të vlerësuar dhe për të vlerësuar për ato aftësi që ajo ka. Dhe kjo është qëllimi i klubit ton, që të ketë sa më shumë antare gra dhe t'i motivoj ato për të patur besim tek vetvetja, duke i trajnuar ato, duke i fuqizuar ato nëpërmjet atyre eventeve që ne organizojmë, të cilat janë në pjesë të benefiteve të tyre për të mirën si nga ana profesionale, pra për biznesin e tyre që kanë, dhe nga ana personale, sepse ndjen shumë mirë brenda këtyre eventeve që ne organizojmë, të paktën nga feedbacket që ne kemi marrë deri tani nga gratë pjesëmarrëse dhe antarët të klubit. Do të na tregosh ti si ishte eksperjenca jote e parë kur u kyçe në këtë? Me të drejtën jam patur pak kështu si sfidë, edhe nuk mund të them pa siguri, por duke qenë se mua mu dha klubi i Prishtinës në fillim, nuk njeh asnjë. Domethënë, Prishtinë isha zero njohja. Me disa kontakte me disa miq, vendosa disa njohje dhe organizuam eventin e parë, në të cilën mori pjesë dhe zonja Vjosa Osmani, presidentja e Kosovës, si një fuqizuese dhe motivuese e gruas shqiptare në të gjithë treva shqipfolse dhe në Kosovë gjithashtu. Si një shembull shumë i mirë faktikisht në atë event që udhëheq një shtet me shumë sfida dhe që ka qëndruar e palëkundur për të shkuar deri në fund misionit të saj. Kishte një pjesëmarrje shumë të lartë, diku ke rreth 80 gra, të cilat morën pjesë në këtë event dhe vërtet pjesëmarrja e tyre na nderoi dhe ne për të treguar që gra duhet të jenë mbështetëse të njëra tjetrës, duhet të jenë fuqizuese të njëra tjetrës, duhet të jenë motivuese të njëra tjetrës dhe shembull frymëzimi për gra të tjera, për të treguar sfidat e tyre dhe sukseset e tyre. Pse Global Women Diaspora? Kjo ka ardhur si një nevojë në fakt e vetë grave shqipfolse. Global Women Club, duke qenë se është drejtuar gjithmonë nga Mirela Sula, themeluese e klubit, ajo e mban në gjuhën angleze në të gjithë botën, ka klube të ndryshme që organizon. Gratë shqiptare, të cilat i kishin, le të themi, më të lehtë që të ishin pjesë e klubit për të shprehur në gjuhën shqipe, për të rrjetëzuar në gjuhën shqipe, për të motivuar në gjuhën shqipe dhe për të ndarë qoftë të biznesin e tyre, pra historinë e tyre, sfidat e tyre, rrugtimin e tyre në gjuhën shqipe, na motivuan në Shqipërinë, tani pjesën e Shqipërisë, që të themelojmë klubin e diasporës. Si keni marrëdhëniet me diasporën? Ne deri tani kemi shumë të mira, na kanë pritur shumë mirë.
kanë marrë pjesë. Janë të interesuara për këtë? Po. Ne klubin e parë për diasporën e kemi realizuar në tetor të 2024-s, ku dhe lançuam për herë të parë, dhe pati pjesëmarrje, të cilat vërtet u ndjen shumë mirë dhe pas kësaj bën 2 herë të tjera, po në Zvicër, që pati pjesëmarrje tjetër sërish, shumë më të madhe, se normalisht fillimi është ai që ti prezantohesh dhe i informon se si do operohet në këtë klub, dhe më pas kemi vazhduar me Athinën. Tani jemi këtu që kemi dëshirë, domethënë të themelojmë klubin e Ulqinit, dhe kemi plane me Gjermaninë dhe Italinë shumë shpejt. Si u lindi si ide që të vini edhe në Ulqin, sepse Ulqini është një vend i vogël dhe mendoni që do të keni edhe suksese edhe në Ulqin? Shiko, qëllimi jonë është ne të jemi tek të gjitha trevat shqipfolse dhe të bëjmë bashkë gra nga të gjitha trevat shqipfolse. Kështu që ne nuk mund të ndajmë vendet, është i vogël apo është i madh. Për ne ka rëndësi që gratë të cilat duan të jenë pjesë e klubit shqipfolës të na dëgjojnë dhe të bëjmë pjesë e tij dhe të kuptojnë se si ne funksionojmë. Kështu që nuk përzgjedhim nga masia e vendit. Me që the edhe se si funksiononi, na tregoni si funksiononi pak a shumë. Atëherë, klubi jonë funksionon i tillë që ne, sipas rregullave të platformës tonë, organizojmë evente çdo muaj në klubet që ne përfaqësojmë. Realisht këtë periudhë ne kemi qenë shumë intensiv dhe kështu mendoj që do jemi dhe më shumë në të ardhmen, duke realizuar nga 2-3 evente çdo muaj, gjë që nuk ka qenë më para, dhe kjo tregon që ka dëshirë dhe nevojë për të organizuar këto evente. Eventet tona janë për zgjidhjen me temat e biznesit, që kanë më shumë interes, bazuar dhe antarëve të klubit, dhe ndërkohë ka dhe motivim. Ja, jemi duke e parë edhe nga regjia që janë duke na treguar që do të mbahet edhe një summit. Po, kjo është risia e Global Women Club Diaspora, e cila erdhi shumë shpejt faktikisht, dhe ne kemi vendosur një datë e cila është shumë e shpejtë, është data 25 dhe 26 prill, do të mbahet në Tiranë, ku do të bëj bashkë të gjitha trevat shqipfolse dhe gra nga të gjitha trevat shqipfolse. Kur them gra, kjo nuk është se do të thotë që ne përjashtojmë burrat që të jenë pjesë e këtij summiti, si një element për të suportuar dhe fuqizuar gruan shqiptare. Eventi do të realizohet në 2 ditë, pra summiti, ku do të ketë panele të ndryshme, mbi 13 panele në ditë, dhe do të ketë nga fushat që janë ligji, që janë media, inovacioni, Cila është rëndësia e këtij summiti të organizuar? Rëndësia është të bëj bashkë të gjitha gratë nga trevat shqipfolse të njihen, të ndajnë informacionin çfarë ato përfaqësojnë, të jenë shembuj për të treguar vlera dhe kulturën e tyre, se si ato e kanë ruajtur dhe se si po e transmetojnë dhe se si kanë arritur suksese deri më sot. Si mund të arrijnë ato deri tek Global Women Club Diaspora? Ne jemi shumë aktiv në rrjetet sociale si fillim, kemi dhe një platformë, pra do të futen në website-in tonë, mund të na kontaktojnë shumë lirshmërisht nëpërmjet adresës e-mailit dhe numrit të kontaktit, dhe pastaj ne i sqarojmë se si ato mund të bëhen pjesë e Global Women Club Diaspora. Operojmë me 2 paketa kryesore, që është paketa bazike dhe paketa influencer, që ndahet nga lloji i përfitimeve që antarët kanë në këto paketa, dhe gjithashtu, si risi e fundit, jemi duke punuar për paketën e studentëve, që kemi shumë dëshirë ta lançojmë sa më shpejt, për të ofruar për studentet që të kenë qasje në këtë organizat, dhe pse jo dhe të zhvillohen brenda kësaj organizate. Kemi shumë dëshirë që gratë, vajzat që dalin nga përfundimi i studimeve të tyre, pra nga universitetet, të jenë sa më të gatshme dhe sa më pro ndryshimeve në shoqëri. Dua të ndalem përsëri tek summiti. E dim që ky summit do të jetë 2 ditor dhe ditën e dytë do të mbahej edhe në fund të këtij summiti mbrëmje gala. Çfarë do të ketë aty më tepër dhe si e keni menduar për të organizuar? I gjithë summiti në vetvete është organizuar duke patur të ftuar të ndryshëm, të cilët prekin fusha të ndryshme të shoqërisë dhe vendit normalisht. Galaja gjithashtu do të ketë pjesëmarrës janë nga media, nga politika, nga policia e shtetit, nga çdo lloj fushe që preket, nga shoqëria civile, të cilët do jenë pjesë e kësaj galaje, ne do të kemi dhe çmime. Galaja normalisht është e një niveli tjetër, sepse organizohet
me muzikë, me një darkë të dedikuar dhe patjetër dhe me key speakers të cilët do të transmetojnë disa fjalë, vetëm fjalime kryesore. Ne e dim që ju keni edhe revistën tuaj. Po. Botohen të gjitha gratë dhe femrat e suksesshme dhe biografia atyre aty apo çfarë? Po. Ne kemi dhe revistën, por e cila botohet si online, ashtu të shkon në print gjithmonë. Te kjo revistë normalisht ne përzgjedhim me stafin drejtues se kush do të jenë figurat të cilat duhet të jenë realisht dhe shembull frymëzimi për gratë. Janë të suksesshme të gjitha gratë për mua janë suksesshme në vetvete. Kështu që ne në këtë lloj forme edhe mundohemi që t'i japim përveç zërit të tyre që ato janë antarë të klubit, flasin, transmetojnë se një detaj shumë i rëndësishëm i klubit tonë është që i japim mikrofonin çdo antari dhe ai del dhe flet para antarëve të tjerë nëse ka dëshirë gjithmonë, nëse nuk i detyrojmë se jo çdo kush e ka të lirshme këtë pjesën e të folurit para të tjerëve. Në publik patjetër. Dhe ato tregojnë biznesin, pra se si kanë ndërtuar biznesin e tyre, si kanë qenë sfidat e tyre, si kanë tejkaluar, duke qenë frymëzim dhe për gratë të tjera të cilat ndoshta janë duke kaluar një lloj sfide për mos u tërhequr sepse ja kanë dalë. Pra gjejmë këto mënyrat për t'i ndërvepruar me njëra tjetrën dhe për t'i bërë bashkë. Si mund t'i inkurajojmë gratë që të jenë më të zellshme dhe të jenë pjesë e juaja patjetër? Klubi jonë është më i miri për këtë pjesën. Jo se është Global Women Club, por që realisht eventet organizohen në një lloj forme që vërtet ndjen shumë mirë. Dhe përposa asaj njëjët që ato krijojnë aty, pra ndërlidhjet që ato realizojnë, janë vërtet të gjata dhe si thua pro asaj të qëllimit që ato kanë në vetvete. Pra, qoftë edhe duke u bërë kliente të njëra tjetrës, qoftë duke zhvilluar biznes me njëra tjetrën, por qoftë duke mbajtur një shoqëri që i bëjnë të ndjenë mirë. Kjo që jemi duke parë në ekran, po, ky është eventi që është realizuar me 14 shkurt në Vlorë, e bëm me gratë e klubit të Vlorës. Kuptohet që ky event janë bashkuar dhe gra nga klubi, domethënë nga Tirana. Ne kemi një gjë të mirë se sa herë që lançojmë një event që do të organizohet, gjithë duan të vinë, do vim në Prishtinë, ose do vim në Tiranë, ose do vim në Zyri, pra na bashkohen. Interesimi është edhe më i shtuar. Po, dhe po ta shikosh te ky eventi, duke qenë se ishte edhe para, ishte në preluд të festës së të dashuruarve, e bëmte me muzikë, me këngëtar live, ku i bëmte të ta ndjem pak si një mbrëmje më ndryshe, përveç se u thanë mesazhe dashurie, përveç se u realizua, domethënë ndam çmime, ndam bileta falas apo antarësim falas, duke i bërë me shorte të tilla. Një tjetër event që ne kemi realizuar dhe pak në nivel humanitar, po flasim, aq sa mundemi ne që të bëjmë, duke ndërgjegjësuar gratë e klubit, ka qenë me gratë me shami, që kemi bërë një event të tyre dhe gjatë këtij eventi u dha një kontribut i vogël për fëmijët autik, pra për një fondacion që merret me fëmijët autik. Një hap mjaft i rëndësishëm. Çfarë ne mundemi të bëjmë brenda atyre parametrave që na lejohet. A ka ndonjë projekt të ri që Global Women Club Diaspora është duke synuar dhe duke punuar në të? Global Women, risia më e re, pra projekti më i ri që ne kemi përfunduar, faktikisht kemi punuar, kemi një periudhë kohë që punojmë për këtë, është themelimi i fondacionit Global Women Albania Foundation, i cili ka për qëllim të përfshirë sa më shumë projekte nga nivelet, le të themi, si qeveritare dhe jo qeveritare, për edukimin, trajnimin dhe zhvillimin e gruas shqiptare. Dhe kjo gjithmonë nëpërmjet Global Women Club Diaspora. Me trajnues të ndryshëm, të certifikuar gjithashtu, dhe sipas le të themi projektit që ne do mund të përthithim për to në benefit të tyre, do t'i informojmë në vijim më tej. Para se të vini dhe të synoni Ulqinin, keni hulumtuar Ulqinin, gratë Ulqinit pak a shumë sepse e dim që edhe në Ulqin kemi gratë të shkolluara dhe të arritura, por si mund të vinë ato deri tek ju, të kyçen tek ju dhe të bashkëpunojnë me juve? Po, patjetër që kam hulumtuar, unë tash çdo vend nuk e përjashtoj, domethënë në çdo vend ka gratë të cilat kanë nevojë të jenë pjesë e këtij klubi, duke marrë parasysh gjithmonë që ky klub vërtet e fuqizon dhe e motivon gruan. Gjë që ne kemi, unë vetë dal në mëngjes nga shtëpia, vi në darkë dhe kur marr pjesë te këto evente që ne organizojmë, që unë i organizoj vetë bashkë me ekipin tim, ndjem shumë mirë dhe imagjino si mund ndjen dhe ato
kur janë, le të themi, pjesëmarrëse në event që dëshirojnë akoma më shumë këtë realizim. Si mund të bëhen pjesë e klubit? Unë thash që ne kontaktin e kemi edhe në rrjetet sociale, por kemi edhe një adresë emaili që mund ta kontaktojnë, numër telefoni, të jenë anëtare për benefitet e tyre. Pra, nuk është qëllimi që unë dua, domethënë klubi do të bëj sa më shumë anëtar për të realizuar një numër të caktuar, që okay, ne kemi një vizion dhe një qëllim patjetër si klub, por ne i duam që këto anëtarë vërtet ta duan klubin, vërtet ta duan njëra tjetrën, ta mbështesin njëra tjetrën, të jenë pro njëra tjetrës dhe të ndërveprojnë me njëra tjetrën. Ne kemi gra shumë të mirë formuara, të profesioniste, që mund t'i kërkojnë dhe suport dhe marrëdhënie biznesi njëra tjetrës, sepse jo se brenda njëra tjetrës mund të kenë dhe ofertime dhe çmime më të mira për kjo është domethënë dhe mundësia më e mirë që klubi jep. Pra në atë listën e gjatë anëtarëve që ne kemi, jo vetëm në Shqipëri apo në trevat shqiptare, por edhe nëpër botë. Pra nëse do të shkojë të hapi një biznes në një vend tjetër të botës, duke qenë anëtar e Club Balloon Club Diaspora, nuk limiton të kontaktosh anëtarë që janë të klubeve të tjera nëpër botë. Përfundimisht, çfarë mund të bëjnë individët dhe organizatat për të mbështetur më shumë iniciativa të tilla si Global Women Club Diaspora për të siguruar një të ardhme më të barabartë dhe më të drejtë për gratë në gjuhën shqipe? Ajo që unë do të thoja është se gruaja është thelbi i shoqërisë dhe është vlera e shoqërisë. Nëse një grua nuk është e edukuar, e mirë formuar, po flasim, e motivuar dhe e zhvilluar, po e përgjithsoj domethënë atë që dhe ne ofrojmë në klubin ton, atëherë ajo nuk do të jetë dhe e lumtur. Pra duke mos qenë e lumtur në përgjithësi në shoqëri apo dhe duke shkuar dhe në familje, ajo nuk do të përcjellë ato realisht potencialin që gruaja ka. Pra ne mundohemi që asaj domethënë pjesëmarrjes në këtë klub apo antarësimit në këtë klub, gruaja të ndjehet ashtu siç ajo vërtet e meriton të ndjehet. Dhe me këtë vetbesimi që ne i rrisim dhe me motivimin që i krijojmë atyre, ato mund të zotrojnë gjithë botën. Patjetër. Cili është ai mesazh që ju synoni të përçoni përmes këtij samiti që do të organizohet në këto data të caktuara që edhe na thatë? Samiti ka një mesazh shumë të rëndësishëm që të bëj bashkë të gjitha gratë nga trevat shqiptarëse, që do të thotë në të gjitha panelet që ne kemi organizuar, që do të mbahen vetëm në gjuhën shqipe, por kjo nuk do të përjashtojë dhe panelet të cilat do të kenë folës ndërkombëtar, domethënë motivues ndërkombëtar, coacher, trajnues për të gjetur ato fjalën më të përshtatshme. Mesazh tjetër për samitin është që duke u bërë bashkë dhe duke qenë bashkë, ne mund të arrijmë, si është ajo shpreha, s'ka limita asgjë që na ndalon. Patjetër. Unë të falenderoj që ishe pjesë e emisionit të mëngjesit, ishte një kënaqësi që të kemi këtu në këtë emision të ftuar dhe të bashkë bisedojmë për këtë temë kaq të bukur për këtë mëngjes. Faleminderit edhe ju gjithashtu. Faleminderit.